Tani fillojmë? Një minutë, se nuk ka ardhur Koço, një minutë. Fillo pa Koço. Ja, sa ta marr pak telefon edhe. Alo. Po ku jemi se do fillojmë tani ne? Erdha unë, por nuk më la policit e dera. Ku shkon, më tha? I thash në studio, thash, kemi xhirimi, thash. A ke pirë kafe, më tha. Kafe, thash unë, po ç'të duhet ty? Sigur nuk më duhet mua, ke pirë apo s'ke pirë? Po piva më thash unë një kafe. Një, tha. Se me një kafe do të fillosh punën, e di normën, tha, shko tani dha dhe pip 6 kafe, tha. Dale më i thash unë, të lutem shumë, tha, largohu, tha. Pa pirë 6 kafe nuk fillon puna këtu, tha. Ika unë, s'kisha ç'a të bëja, am kupton? Po mirë, ti sa ke pirë deri tani? 2 kam pirë deri tani. Tani po provoj të tretën. Dgjoj, të lutem tani. Thuaj tash, o inspektorit, o regjizorit, o në njëri, dalit i thot ati policit tash, lejo e Koçën, thuaj me 3 kafe, thuaj. Nuk pi dot, të betohem nuk pi dot. Sa t'ja marr dorën, a kupton? Të lutem shumë. Po e kush do të kontrolloj? Thuaj që kam pirë 8 kafe. Çfarë thua me as ti nuk e di? Po dgjoj. Nuk mund të gënjej. E di pse? Policin tani e kanë pajisur me tubo, edhe ta vën tubon në gojë, edhe të masin sa kafe ke pirë. Si ta gënjej unë ti them kam pirë 8 kafe? Jo, në asnjë mënyrë. Po njëri, një goxha regjizor i tha kam pirë 8 kafe, i tha. I vuri tubin në gojë, tha s'ke turp, tha goxha regjizor, tha goxha burr, tha edhe gënjen policin, tha. Ai di, s'kishte pirë fare ai. Esun më vjen than punë, tha. Ai nisu, tha. E bëri qepase atë regjizorin, s'ka nevojë t'ia them emrin tani. Qartë? Dgjoj, e di ç'ke di? Vëre një kaset aty sa të vi unë, se merren vesh unë me policin, dhe po su mora vesh me policin, po marr shefin në telefon. Po mirë, vetëm ti mos u vono, dakor, mirë. Miru pa hapshim. Hale të keqen baja. Ja, këtu do presim atë gjagji doktorin, ha? Ja, ullu aty. Ullu, ha të keqen baja. Ja, po vjen gjagji doktorin. Erdhete. Doktor, urdo. Djalin tek e ke, vizitoj, kontrolloj, edhe pasaj vendos vetë. Po mirë, po ato kartelat e mia çfarë thon aty në zyrë se? Kartelat. E di si puna? Ato kartelat i kam rregulluar unë para 5 vjetëve. Pse? Po për të mos ta dërguar djalin ushtar. Mirë, po më ka gjetur bela në lagje tani. Pse? Po e gasmoj karamakit, budalla njëri e budalla tjetri. Jo, më. Prandaj erdha këtu. Vizitoni, kontrolloni, po të mbush mendja, jep e vet. Mos keni rrek. Vini këtu lutem. Haj. Si e morë djalë? Mirë, doktor, po juve. Ha, doktor. Duket ky për idiota? Jo, ba, jemi ratë e zgjuar neve. E të keqem vaj. Një. Këtu rini lutem. Sigurt. Shikoj doktorin të unësi. Këtu të unësi. Dgjoj me vëmendje. Pyet. Po. Sa bëjnë? 7, shumëzim për 7. 57. 57. Jo. Jo. Pse ba sa bëjnë? 7 er 7 bëjnë 77. 7. Kush e vrau Esat Pashën dhe ku e vrau? Ysh Nizela në asamble ushtris. Kush e vra, Kush e vrau Esat Pashanë? Kush e vra, Kush? Ysh Nizela. E ngatëruat. Jo. Po kush o ba? Jo, për djalë, jo. Dgjoj. Esat Pashën e ka vrarë Arif Vladin Pallasportit. Kush e vra? Kush e vra? O pra i që atës e të vreta. A dhe ngatëruat, Të dy ngatëruat. Unë pyeta kush e vrau Esat Pashën. Nuk e Kush di. e vrau, pa? Kush e vrau? Kush e vrau të pyes tyja? Jo, Kush e vrau Esat Pashën? Jo, po s'ka marrë unë për të pyetur këtu. Atëre po unë ndihmoj unë. Esat Pashën e vrau Avni? Avni Mula. Jo, më djalë mos ndito. Po kush o ba? Po Avni Mula është futbollist i Partizanit. Ku është futbollist? Futbollist i Partizanit Avni Mula. Hape ngatëruat. Esat Pashën e vrau Avni Rustemi, e vrau në Francë, në kryeqytetin e Francës. Kush është kryeqyteti i Francës? Boni. Jo, mos ndito. Po pse o ba? Kryeqyteti i Francës është Berlini. Berlin. Ngatëruat. Kryeqyteti i Francës është Panine.
Dëgjoj, doktor, mos ja vëre se është pa mëngjes. Pa panine. Nuk ka një. Mirë. Po, jo, mirë. Në rregull, e kam shumë të kjartë. Pyete. Ta pyesë? Pyete. Bravo. Okej, po si do të Dëgjoj me vëmendje tash. Pyetjen e fundit. Kush e ngriti flamurin në Vlorë? Flamurtari Barcelona 2-0. Jo. Shiko, gjaxhi doktori thot kush e ngriti flamurin në Vlorë? Flamurtari. Po si e quajnë atë gjaxhin që ka ngritur flamurin? Flamurtari. Një minutë. Kush e ngriti flamurin në Vlorë? Flamurtari. Një minutë. Tu ndihmoj unë? Po një minutë. Ismail? Kadare. Mana djarë. Po, nga do ta ngritë Ismail Kadarea flamurin? Kur ngritu flamurin në Vlorë, Ismail Kadarea ka qenë me pushime në Francë. Kysh do ta ngritë nga Franca ta ngritë flamurin? Pse e ban u ngrihet flamurin nga Franca në Vlorë? Si do ngrihet? Militar. Po ku ke militar ai të gjatë neve? E lidhi me bëjmë gonglan. Jo, more. Do me thënë që të na ngëç flamuri kur ta ngrëm, ha? Na ngëc. Ngëc? Po me çfarë ta ngrini flamurin? O ba, me çfarë do ta ngrem? Po e ka ngritur ai, po e ka ngritur me fill d'Ispanj. Fispanj. Me fill d'Ispanj. Fispanj. Në rregull, me fill d'Ispanj. Ditën e mërkurit lutem. Do marrësh dhe djalin? Ashtu? Vetëm vjeni këtu. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ju doni raport? Kush? Unë? Jo, lutem. Atëre djalë? Të mërkurën më pres të dyve këtu, ha? Faleminderit, doktor. Djali, kysh nesër do fillosh ta punë. Në punë. Punë. Pse do ta fusin në punë? Në punë. Sigurisht. Po ku do ta fusin punë? Në shoqatën që drejtoj vetë. Shoqata e antikapatëve. Po. Shumë mirë. Të mërkurën. Djalin ta marr sekretar atje. Shumë mirë do bëni. Të mërkurën. Mirupafshim, doktor. Të dy këtu të mërkurën. Faleminderit. Lutem. Shumë faleminderit. Hale djali. Hale. Doktor, mos ja vëre babaj se është pak ashu. Psikopat. Ne pashe. Është cicofren. E pashe. Prandaj po shkojnë te puna ta kemë në kontroll se më shket më ikën muaj. Shumë Do mirë. i tregoj sa gjëza dhe ta rregullojnë çik nga tru. Se ti gjagjës ati? Ti. Ja një minutë se do t'i thot doktor një gjagjës. Tregoj një nga ato që ka treguar baja. Doktor, Gjan. kemi një tren me 12 vagona. Në çdo vagon është një polic. Sa vjeç është trenist? Ja them ba. Thuaj. E gjete, 42 vjeç. Po e ti që është 42 E vjeç? kam lagje. Si ti lagje? Stacion e trenit. I them e një ba. Thuaj. Doktor, këtu kemi një mullar me bar. Na vjen një lope në gomar. Kush e ngri barin i pari, lopa apo gomari? Lopa. Se e gjete. Po kush? Delia. Aty s'kish dele fare. Ishte më fyrë mbas mullarit. Ti them dhe një ba. Doktor, në një mod plot me fiqi për dy ajdut, ngën sa ngën darda, sa më na mbet. Pa thoma edhe një herë moti tash ti? Në një mod plot me fiqi për dy ajdut, ngën sa ngën darda, sa më na mbet. Gje. Nuk e gjitot. Se gjete. E gjete. Ha. 2 patate. Doktor, të mërkurën ai të marrësh raportin. Po Sharuna! Na dhe një minutë këtu. Po, të la polici? Ha? Të la polici? Jo më qartë më la polici. Mora në telefon shefin e rajonit. Dhe i tha policit? Jo më nuk i tha, ishte në kafe për vetën e tij. O, bo. Pastaj u detyrova të marrë zvendës ministrin. Deri atje vajti puna. Dhe edhe ai në kafe. Nuk isha që bëja, i telefonova direkt ministrit. Ministri ai në kafe, me siguri. Jo. A ishte në zyrë, se më morë fryma se nëzitova. Ko që tha, sa të pikë të kafe, do të mbaroj punën tënde. Miru pafshim, i thashun. Edhe pastaj hyra këte nga gardi. Vetëm mos i thuaj policit. Në rregull, nuk i them. Të mushe me frymë. Me çfarë materiali do vazhdojmë tani? Është një material nga Estrada e Tiranës, është shumë i bukur. Shumë bukur. Po është edhe një nga Estrada e Durrësit. Nga Durrësi? Aq më bukur. Edhe një nga vendose. Vlora është shumë e bukur dhe ajo. Nga Vlora? Po. Aq më mirë. Po tani, Shumë mirë. kë do zgjedhim nga këto të treja ne? Një nga Berati. Vere mos e zjat. Nga Berat. Po mirë, më koço. Do ta ndjekim. E mjera, unë e mjera. Punoj 12 orë në ditë. Ushqeva nga këmbët dhe nga krahët dhe akoma nuk jam e sigur. Do më mbaj në valet apo do të më heqin. Unë e dua të marrëzisht. Po da i çmendet pas me, ja po vjen. Je mrekullueshme. Në ç'kuptim? Në kuptim dy fisht. Edhe si balerin, edhe si femër. Unë jam gati ta shpall fejesën me njerë. Fejesa the? Fejesë.
Oh, mama, sa e lumtur që jam. Më pyet mua ti se... I dashur, drejtori ma mori shpirtin. Po pse më zëma? Qëndrimi jut në balet më tha sot në mëngjes është me pikpyetje të madhe. Ashtu? Po. Po pse? Po ja pra ke një njollë në biografi, thot ai. Njollë? Po. Ç'është kjo njollë? Ç'është thirrja Ratisje. Ratisje, jenë vete. Kush u ratisme? Xhaxhaj. Xhaxhaj, jenë vete? Jo, nuk është ratisur Xhaxhaj. Dy delet e Xhaxhajit janë ratisur. Xhaxhaj ishte bari në një fshat malor kufitar. Dy delet e Xhaxhajit të pakënaqura nga bari socialist kaluan kufirin u aratisën. Ashtu? E thirrën Xhaxha në komitetin e partisë, o zot që kanë punuar. E bën për ujë të ftohtë e bën. Dëgjoj këtu. Dy dera apo dy lop? Njolla është njollë. Do të heqësh njollën. I dashur, po si ta heq? Të lutem, jam familje komunisti, në asnjë mënyrë nuk të pranoj. Kush na qenë ka... Vajza jone talentuar, ju jeni një vajzë shkëlqyer, Burbuqe. Dëgjoj, ma bëj pak këtë figurën, si e thoni ju me stil gërshër kështu. Hajde. Stilin gërshër? Po. Zezaj, para një prove shumë të vështirë. Hajde, Burbuqe. Shoku drejtor. Burbuqe, ju jeni vërtet një vajzë talentuar. Të tilla vajza i duhen në baletit tonë. Ju lum. Po ju në mëngjes më thatë ndryshe, shoku drejtor. Çfarë i thash? Po ja pra për punën e asaj njollës. Dëgjoj Burbuqe. Njolla është njollë dhe duhet ta heqësh njollën. Ja kështu. Shoku drejtor, po ju lutem si ta heq? Burbuqe. Keni besim tek partia ju? Kam, si s'ka. E do të partin ti, Burbuqe? E dua, si se dua. E po partia të nxjerrja shtetit, Burbuqe? Eja u shpirt. Eja. Shoku drejtor, po... Eja të heq atë njollën, moj Burbuqe. Eja. Kush me qenë ka... Shoku drejtor, ju e dini shumë mirë që unë dhe Burbuqja duhemi dhe kemi menduar se shpejti ta shpallit fejesën. Pa tjetër djel, pa tjetër Por drejtori, ju e dini shumë mirë që ne jemi familje komunisti dhe kuptohet që nuk mundet një me njollë kështu në biografi s'mund ta marrim. Dëgjoj djel. S'mendim ka drejtoria? Për Burbuqjen e keni fjalën, e? Dëgjoj djalosh, Burbuqja nuk ka asnjë njollë në biografi. Ashtu? Biles qysh nesër të bëj dokumentat për parti. Ashtu? Qysh nesër. Hajde vazhdoni punën djal, vazhdoni punën. Kjo është e mrekullueshme. Kjo nuk e... I dashur. Drejtori ma hoqi njollën. Shpirt. Partia do që dira, kur do të heq njollën. Nderuar teleshikues, mirë mbrëma. Të nderuar teleshikues, mirë mbrëma, thash. Mirë mbrëma. Ashtu. Po japim edicionin kryesor të lajmeve të natës. Më falni, të lajmeve të ditës, por që kanë ndodhur natën. Më thënë, natën e mbrëmshme. Dhe më thënë, mbrëm natën. Pas ke filluar speaker lajme shtirë? Jo, më që ju lutem shumë. Ju lutem shumë mos na pengoni edicionin e lajmeve kryesore të natës. Ju lutem. Se kush jam unë, atë e di partia. More vesh, mora thuaj. Ore, zot një se paske dhe surratin tim, nga na dole këtu t'ja vla. Ashtu. Po pse paska unë surratin tëmë? Edhe nuk paske ti surratin tim. Dëgjoj këtu, ne të gjithë një surrat kemi. Ti je drejtues për Karagjozllëqe, kurse ne jemi drejtues për Seriozllëqe. Ti kuptoj Karagjozllëqeve. Tani ka ardhur koha e Seriozllëqeve. Ti je drejtues punën tënde, kjo është në punën e saj, unë në punën time, asnjëri në punën e njëri tjetrit. S'kemi çndër. Po iki unë lere të ri. Kushon, çop. Ne, ulu. Nuk dua. Ulu aty tash. Nuk. Mos lëviz, atyri, atë e di unë. More jam unë drejtues. Dëgjot, të lutem shumë. Një minut, nuk kemi pse grindemi, se një të lezër, ne kemi një surrat, s'kemi pse grindemi. Dëgjoj këtu.
Unë erdha vetëm që t'ju ndihmoj në emisionin tuaj. Qartë? Domethënë në emisionin tuaj dhe në misionin tuaj fisnik. Ore Byrazer, ky është emision humoristik dhe nuk hyn lajmet këtu. Të lutem shumë largohuni. Pa lajme, shuhet jeta, shuhet shteti, pa lajme s'ka jetë, s'ka shtet, qartë. Në rregull, po të kemi nevojë do të thresim. Tani largohu, hec tani. Unë largohem. Hajt. Unë largohem. Po hikër tani. Por ama do pendohesh. Do t'i bini kokës me grushta që nuk do dëgjoni lajme. Jo more. A e di që kam ca lajme rënqethëse? Jo more. Kam ca lajme që të ngrihet. Po i kemi dëgjuar, i kemi dëgjuar. Po nuk duam të na ngrihet asgjë, po hik tani. Nuk i doni. Jo. Dakor? Rregull. Hik tani. Njeriu se nuk çani kokën. Po mirë populli, more. Mendoni më për popullin tuaj. Po ikër tani me gjithë popull, ikër me gjithë lajmet. Dëgjoj një ditë lajmet. Po largohu tani. Largohu po them. Në rregull. Ika. Do pendojeni. Kaq po ju them. Un po ika, nuk vi më. Nderuar spektator, telespektator, dëgjues të radios dhe televizionit, që sot e tutje nuk ka lajme se s'do ky. Ikër tash i di, ikër largohu tani atë bëj. Na plasi dhe ikër po them. Mos vërtet e mora vesh. Ik. Na vdiq. Nga na doli ky, nga na doli ky. Po t'ja një këtë njëri. Alo? Alo, po. Emisioni Buzëqeshjet e viteve jemi, po televizioni. Ju kush jeni? Zevdeda, si jeni, mirë se vini në emision. Më fali, po nuk ju kuptoj. Unë di që Xhemal Katundari dhe Zevdeda janë një person. Themi Xhemalin nuk kuptojmë Zefin dhe themi Zefin nuk kuptojmë Xhemalin, se nuk është kështu. Më fali, po nuk po ju kuptoj fare. S'po kuptoj asnjë gjë, nuk e di. Si haroj njërë ti? A është Zefi? Po, unë për Zefin e mora, po si haroj njërë. Alo? Zef, si je? Kush? Aha, më falni. Në rregull. Jo më tham se ishe Zefi. Ti je Xhemal Katunari, qujnë tamam Xhemal Katunari ty. Në rregull, po? Edhe çfarë kërkoni zotri? Po nuk jemi gjykata e lartë ne. Jo, ne jemi televizioni, ke gabuar numrin. Po? Një minut lutem. Ky që nga një person që e pas ka vërtet emrin Xhemal Katunari, por e ka medhur çështjen në gjyq, do të kërkoj gjykatën e lartë, kam kaq vjet thot, që do ndajmë pronat. Mirë po na ka hyrë Zefi në mes thot, sepse i takojnë kunatit tim dhe më thon mua në gjykat që ti thot je Xhemal Katunari thot. Zevdeda është kunati yt thot, dhe ai duhet marrë pronat thot. Edhe është bërë blesh arapi kjo punë. Alo, o mik i dashur, o Xhemal, dëgjoj tani, ne jemi televizioni. Neve mund të bëjmë vetëm një gjë. Neve mund të kënaqim pikërisht me atë pjesë që ka interpretuar Zevdeda dhe të ka hapur të lashe ty. Qartë? Kurse për sa i përket gjykatës lartë, shko. Sqaroje mirë punën. Po për mendimin tim, mirë do bënje ti jepje ca prona Zefit. Qartë? Hajt mirë u pafshim. Nuk të erdhi për të qeshur. Në rregull. Po këtë kemi për detyrë. Edhe ju keni në dorë për të qeshur, ne kemi në detyrë për t'ju bërë për të qeshur. Ju duhet të qeshni, ti nuk qesh, mirë u pafshim, u morën vesh. Vëre materialin. Ta vëmë? O, e di u, na marrin neve tani. Materialin më mirë. Mere më shtru, më në birë, mos vërtit nuk... Moj mama, ti e din se nuk qirën kot. Moj pos nëne, po... Se më fyni? Se më fyni? Shpo të fyni? Ju dini që jam me shkovë të mesme. Po. E zërin nuk e konsumoj kot. Po kjo që pënohë me motën time është një mëndzyrë. Urna? është një lahtar, është një tragedi që po lutë buris familjes sonë. Keqen motra, pse e bën kaq tragjike dashurin time? Njëherë një jetë dashuron njeriu. Motër. Njëherë vërtet dashuron njeriu vërtet. Po pse moj motër mizore don ta konsumosh dashurin tënde të parë për një fshatar? Po kishe moj boll atje në universitet, Korçar, Tiranas, Beratas, Shkodran. E ti dashë të fejosh me një fshatar? Po mos fol ashtu, more Leoni. Po zemra s'pyet më një. S'pyet zemra, mama, po pyet Loni. Si tu dal njerëzve përpara? Si tu prezantohen? Si të paraqitem kur shkojnë në përzyra? Me ne? Më falni, jam kurati i Xhemal Katunarit. Motër mizore, që shpyte për zemrën e vllajt. Unë vërtet, 45 vjeçar, beqar. Kjo është një dramë. Por unë o marrë një vajzë dhe një familje me potencë, o vdes beqar. Motër Mirela, ulu të lutem, ulu. Dëgjoj zërin e vllajt.
Mos si kom somon njenjët. Frynoj njenjët, frynoj. Të gjenë loni ti një burë të lartë, Faleminderit vlla. Unë dua Gjemalin dhe vetëm Gjemalin. Gjemal, i shafën në kanal. Po mos bërtit more Loni, mos bërtit se po në një gjën palati e po qeshme në e mëjnon. Motra ime, o merrat e që i thoti vaj, Allah s'ka me këtu. Mama. Po pse vesh ka që i pa shpirt mër vlla, aja është njeri shumë i mirë. Që me dohet vaj? Po unë s'du t'i venot në qedhe ti gjemës. Sot për sot jam mësusi ku disar vetëm i motër sine. Edhe dëgjo motër e dashur. Jenë mes të dy dashurish. Zjedhe merë. O dashurin me vajtë të ndashur, o dashurin me atë Gjemal Katunarin. Eruj prestizin e familjes. Eruj kujdes, prestizin tim tu. Prestizin tim. Mirela u martu me Gjemalin e kalon për bukuri. Kam hallin e Lonit se këm me të beqar. Sjam i mirë. Te i mirë balë mëjnani e po kështë pa gja. Jam i mirë. Sjam i mirë. Jam për vetën time. Urdo, mama. Ma në faqe njënës. Pa boj, mama, pa boj. Pa boj, mama. Bojet njëna, po qëfar. Pse e mërzitur kështu, mama, Dhe sa më ka marrë mali për Mirejlet më revi. Vete ke fajrë, mama. Ti vetë edhe pëlqimin. Me mundet mua. U bët 2-1. E pat. E pres që të visot, nuk e dija po vjen. Ku të vjen aja me pesh karamajtu? Absolutet. Po ti o Loni, kur pa ban bam mëjnani? Mos u përsit, mama, se do t'ja bej për një herësh. Bam edhe bim. O kam kërkesa shumë të kote fundit. Po ti u thinje more biri nënës. Ka boj flokës sa të dush, mama. Ke fillu dhe të kru se shpale? Sa anakronike jemoj, mama. Po kjo është stili modern i tesurit. Kurizi ju del njerëzve modern. Ka dhiri plotë ma në kokën poshtë. Unë po të dua, mund të ecë edhe kështu, ja. Po jo, shkon farë. Me ke flasë. Si sarë kjo vajzë, më në po bëhem edhe merak? Gjemal. Malku qofë kjo emër 2 rokshim dau me motrën. Loni mos folashtu. Gjemal nuk ban më anona. Aja nënë që m'la pa motrë. Po të mërë të Mirela, shokun loro. Ke? Shokun loro. Atëherë do të më shikoje mu se ku do t'ishe. Spaku drejtor do të më shikoje. Do që përë veshin vajzat për mu. Në rrugë të qytetit do të bëj skandal. Në shtëpit e beqareve, vetëm e emrim do zjen goj. Shokuloni kërkon nuse. Problem, qeshtje ditës. Atëherë, mama, farë atëherë marojsh do gjesa. Mirela. Gjemal. E le vlan tënë vetëm dhe përsëri vetëm, moj Mirela. Nuk ta ka fajin Mirela as Gjemali. Prap nuk i e vonë. E di, mama, të gjitha i kam gati, vetëm nusja mu manë, problem. Pastë nëna, të pastë. Au lofën me vi. Thjeni, mama. Po vinë me Gjemalin, mama. Pastë nëna. Loni shpirti mo. Gjemalin. Ako ma manë mëri o vla? Ullë më i zemër, sa më kishtë e marë mali për ty. Tani s'do të ndahemi më kur, mama. Do të ndash për Gjemalit? Loni. Gjemali është transferuar këtu, mama. Mos! Këtu! Pranesh, me afer, me ta pesa për të rjetën. Gjemal. Edhe këtë pema bere mërë Gjemal. Do me thanë të shemrata do të rrimë bashkë, po ku është transferu Gjemali? Këtu në komitet. Ka. Me përgjithsi në komitet. A shikon ti? Gjemali? Komitet Gjemali? Mama, Gjemali është bërë shoku Gjemal? Unë kam thënë, mojna, kam thënë. Ja, ma, çfarë ke thënë? Unë kam thënë. Unë kam thënë vazhdimisht të këtë Gjemali do t'esi një ditë njëtë. Ti the? Mota mi serdhe. Na kise marrë malë, shkemi se kanë një. Ku janë fëmijët? Ku është Gjemali? Kështu, ku është shoku Gjemal? Po vjen me fëmijët. Këtu? Surprizë! Interesant, qo, mama? Shoku Gjemal?
Shoku Gjemal, mama, po lëviz nga vendi. Hapa frigoriferin, nisë shparetin. Po. Kjo është papritur sensacion për mua, se më doja fare Gjemali. Unë tani nuk jam me Loni, tani jam shoku Loni. Që kemi? Tjeta juj? Mirë. Mirë, faleminderit. Nuk më njihni? Ja, s'pam kujtohet. Jam Sadiku. Sadik Kola. Jam kurati shoku Gjemalën. Egzosh. Kja pra të problemin, e? Pikrish Po super marrë, se rregullojnë, që jeti. E kam kapën dorë, rregullojnë me shoku Gjemal, po super marrë. Mirë, po nuk e di, a do të na dëgjoj shoku Gjemal? Pse? Se më kanë thënë se është shumë për i morë. Po s'ka problema, rregullojnë atë probleme, s'ka. E shketi, pa. Rregulloni ju, ja shkojmë në futboll, të ndeshim futboll. Po mirë. Hapo pak ti. Hajde hin, as me mungi. As me mungi. Biletat? S'pam njefti mua? Je i riti ko? Në qofë se je trajneri i Partizanit, ti shevesh me tuta. Çfarë trajneri, mërë? Unë jam konati shokët Gjemal. Jam konati shokët Gjemal. Urdhoni, kaloni shikoni ndeshjen majet plepave. Pone mare. As po i fare në stadium, kam një problem timin, është do përshkoj punë teme. 100 herë ta kam thënë. 100 herë ta kam përsërit se është djali mirë. Unë vetë nuk e njoh, po ma kanë lefdru edhe të tjertë. Mos andaj është edhe kunati shokut Gjemal. Dëgjoj baba, ai mund të jetë njëri shumë i mirë. Po unë nuk e dua baba, pse ta preskon? Unë dua ty pa tham se po bëj namin ty. Ti kujdes anaj nga drejtoria. Po vjen. Po vjen. Çoj se po vjen djali. Mos e bani alarm. Shkemon mama që bën kështu? Djali 40 vjeç. Mirë se na keni ardhë, mirë. Hajde urnoni, uluni. Ulu. Ja, në asnjë mënyrë ne urnoni ju. Ulu. Ulu ma i dërshë, thot ulu. Ulu. Allora? Skemi mirë, bukur ka piktura, po pëlqen. Interesant. Rembrandt? Ja. Picasso. Ja. Mos është Van Gogh? Ja. E kujt është ajo piktura? E jona është e shpis. Ja. Kush e ka bërë? Aha, më falë sa të pys grunë. Pyte. Një piktori joni. Një kushëni joni. Bukur, po pëlqen, interesante. Pas ka dritë hije, kombinacion gjyrash, pasërti, në rregull, ka fantazi. Pas ka panelat bukur e djali. Mirë, po më vjen mirë që e keni bukur këtu. Dy lloj me kushina, mirë, bukur. Ka të bëjë inventarin e familjes ky? Shti pa tham. Ordo. Vajza jo, Pa, vajza jo. Vajza, Si e më i gjanë, mirë? Po, Hebra, Hillary. Po, mirë. Mirë se na keni ardhë. Po. Edhe një për shokun Gjemal. Urdhë? Rakia dëshironi? Nuk e pim rakina, suna së shokun Gjemal. Po kafen, si pini? Të mesme me pak, si shokun Gjemal. Si thot? Si shoku Gjemal pra, të mesme me pak e para herë që dëgjoj. More, djali mirë, falni, që ta flashin qartë. Si e keni... Flisni, erdhëm, si e keni halin? Jo, si e keni halin ju, neve s'kemi në i halfu. Po, se për pak harrova. Unë erdha të shpreh njënjët e mjetë zjarta për mësusën e anglishtes, Mrs. Lirin. How do you do? You are a dog. Dog, bukur, dog. Po, bukur, dogave çfarë dogut bile. Ti mordjal ki ardë kërkosh dorën e vajzës tonë. A ke jamën ti? Jam kunati shokun Gjemal. More, djali mirë, lereni shokun Gjemal. A keni letër njoftimit tua jeni? Jam kunati shokun Gjemal, pra, ka për të habitur tu, interesant, Alo? Më fali shokun Gjemal.
Ka një konat i juaj i këtu po ka harru emrin, si e ka. Ju lutem. Shpi shoku Gjemal tu? Ta në qeshte intime, që e lemroni. Ta në qeshte personale, të shkallë më i shoku Gjemal tu. Ju rëbashim, natër e mirë. Avash se do vi vetë shoku Gjemal të na thot si e keni emrin. Ku këtu? Ja, po shkallë më pëse të vi shoku Gjemal. Unë du tiki, natër e mirë. Uluni. A, ju lutem, unë me fali, po unë du tiki pati edhe s'ka më Ullu. Si? Ullu. Jo, pëse pëse të rejmë? Ullu! Po kësa i thonë me të ju me zarë. Dilni për jashta. Zilën e keni? Po. Unë ardha të fejo me vajzën tuj vetëm sa për t'ju ngritë si familje, ba... Për jashta! Dhe mbas këtij materialit e përtëkëndshëm që sapo ndoqëm, unë do doja që më ndihmonit për diçka të vogël. Patjetër, për E di si është puna, një gazetë e përditshme që del këtu tani, më ka kërkuar që të botoj një intervistë të shkurtër me ju. Patjetër, shumë. Ju jeni larguar nga Shqipëria dhe jetoni në Amerikë. Si ju janë larguar dhe mjaft shqiptarë të tjerë pra nga deu i tyre. Megjithatë ata e duan shumë vendin e tyre dhe kjo nuk vjet të dyshim. Shpesh herë ndoshta duke kujtuar ato vuajtjet e fundit që kanë kaluar në Shqipëri, ata nganjëherë flasin keq, shajnë, gati nxjerrin edhe vrerë nga goja. Mua si gazetare të them të drejtën më vjen shumë keq kur dëgjoj apo kur lexoj gjëra të kësaj natyre, dhe me sikur që jo vetëm mua, por edhe qytetarëve të tjerë. Ju si mendoni? Dhe do doja që në intervistën tonë mbi të gjitha të kishte më tepër ëmbëlsi, të kishte më tepër dashuri, si them, fjalë të mira për Shqipërinë. Patjetër, po jo, keni jashtëzakonisht të drejtë. Sinqerisht keni shumë të drejtë. Se tani janë bërë vërtet gjëra të mira, kupton, edhe patjetër ju duhen të thënë fjalë të mira. Po, ju doni domethënë në këtë intervistë domethënë të ketë ëmbëlsi dhe dashuri, dhe kjo varet në dorën tonë dhe patjetër që do ketë dhe ëmbëlsi dhe dashuri. Po ka disa gjëra që edhe nuk shkojnë. Domethënë kritika duhet të jetë, si thua, e ëmbël, domethënë jo të jetë e ashpër, të jetë, ju kuptova shumë mirë. Po ja, çfarë doni ju për shembull konkretisht? Po ja, si do ta nisni intervistën? Konkretisht me një ditë të zakonshme. Po. Si fillon dita, si fillojnë njerëzit tanë ditën në përgjithësi, një ditë e re? Si e fillojnë? Po. Dita e re, dita fillon bukur për mua. Po. Ditë e re në Tiranë, shumë bukur. Megjithëse dita në fakt në Tiranë nuk fillon, domethënë ditën. Domethënë e kam fjalën dita fillon natën. Fillon në ora 3 kur vjen uji. Vjen uji dhe njerëzit çohen të lebetitur nga se tremben uji. Po pin nga një aspirinë dhe qetësohen. Qetësohen, pastaj fillon se ti e do dhe me kështu me fjalë të ëmbla dhe me dashuri, patjetër. Fillon një muzikë e bukur mëngjesore. Kërcasin legendat, kërcasin gjymat, kazanët. Të gjithë njerëzit thonë mbushni ujë, dhe e thonë me gëzim se po vjen uji. Edhe njerëzit nga njerë dhe të merrohen, i ngrihen leshat për pjetë, po i ngrihen leshat për pjetë, jo kështu, po u ngrihen kështu, me ëmbëlsi, bukur. Është vërtet një mëngjes, është një perlud muzikor, mëngjesor, që njerëzit mbushen në plot shpresa. Plot shpresa ta dalin edhe në rrugë pastaj mbas mëngjesit. Bukur në fakt shpresa, po shpresa për çfarë? Shpresa për çfarë? Shpresa për një vizë të shumë pritur, shkojnë me gëzim drejt dyerve të ambasadës, e nga që nuk u del gjë, kthehen prapë të mërzitur, po janë të mërzitur, të gëzuar, si thuash. Si ta them, domethënë, se duhet t'i them edhe një çik me dashuri këto gjëra. Pastaj ata ikin dhe shkojnë drejt pazarit. Drejt pazarit që gumzhin, ata që shesin, për shembull, bërtasin, ata që blejnë, ulurasin, bërtasin të gjithë. Janë bërtitje dhe thërritje dhe uluritje gazmore, që të ngrihen leshat për pjetë. Mirë, shqetësonë, në fakt, po. Me qëra fjala, çfarë blejnë zakonisht njerëzit tanë? Kur dalin pazar? Po, natyrisht. Tani për të blerë nuk blejnë asgjë, se nuk kanë para. Por, për të bërtitur, ama, kënaqen duke bërtitur, bërtet fëmia, bërtet plaku, bërtet mësuesi dhe ushtaraku. Po mirë, po për çmimet, çfarë mendimi keni se përshpëritet që jam të larta disi? Çmimet? Po. Të larta? Po. Tani, si ta them me ëmbëlsi, çmimet
Domethënë, shiko, në qoftë se vuan nga zemra për mendimin tim, nuk kesh pse shkon fare në pazar. E di pse? Jo për gjë, po sa merr vesh se sa është 1 kile domate për shembull të bie damllaja top në vend. Por kanë bërë një gjë të mirë. Kanë vënë policë aty, të cilët kërkojnë analizat edhe raport mjekësor. Pleqt që janë mbi 60 vjeç për shembull, të gjithë u kërkojnë analizat. Se ja qëllon në njerit i bie damllaja mua aty në mes pazarit. Domethënë i bie damllaja domethënë në mënyrë të gëzueshme, kuptohet, nuk i bie damllaja bllaf me njerë. Jo, ëmbëlsisht. Tak edhe ikën. Të vjen ambulanca e futet. Ikën ëmbël fare. Po mi le të ngelemi pak te koha e lirë. Argëtohen njerëzit tanë, si thoni ju? Argëtohen? Fjalisht ajo. Si argëtohen njerëzit tanë? Po shpëtuan gjallë nga pazari? Të gjithë i ke kafeneve. Dalin për kafene, gumzhin kafene si koshere bletës. Aty bletët shqiptare nxjerrin mjalt nga goja për mikun, për shokun, për drejtorin, për ministrin, për kryeministrin, për presidentin. Të gjithë nxjerrin mjalt. Merre me mend. Me një kafe që pi shqiptari, një kafe nxjerr 3 deri në 4 litra, 4 kile mjalt. I nxjerr nga goja. Mjalt, Me mjaltin që kemi mirë ne. Po, shiko, jemi shumë mirë, po mjalt i ëmbël, E pra mjalt. Jo se mos shkon në mendja atë që kam në mendje unë. Absolutisht, mjaltin e kam fjalën. Mjalt. Të gjithë nxjerrin nga goja mjalt. Shumë bukur po e them, me ëmbëlsi. Bukur shumë. Po mirë, po për shëtitjet jashtë qytetit. Shëtisin, argëtohen njerëzit tanë? Po, në Tiranë. Si nuk shëtisin fjalësh ajo, edhe nëse nuk do të vinë me benz të zitë dera dhe thonë hajde dalim pak shëtitje dhe shkojnë nga Mali Dajtit. Se të çojnë atje, Mali Dajtit i bukur, e çojnë birin e botës atje dhe këtu fillojnë fjalët gojet e liga me njerë, më duket se e vran filanin. Po jo, atë nuk e kanë vrarë, atë e kanë çuar për shëtitje të shikojnë Malin e Dajtit. Edhe ai haron të kthehet fare në shtëpi. E di sa veta kanë vajtur të shëtisin dhe s'janë kthyer në shtëpi. Shëtisin, por Mali i Dajtit është shumë i bukur, jashtëzakonisht i bukur. Le të ngelemi një problem tjetër, tek dritat, sepse përshpëritet sikur nuk ka shumë shpesh drita në Shqipëri. Drita? Po. Nuk ka drita këtu? Nuk ka. Edhe këtë e kanë thënë? Po. Ma kjo është kulmi. Kjo është kulmi, sinqerisht është kulmi. Po dihet botërisht që elektrifikimi i vendit është bërë që në kohën e partisë punës. Çdo shtëpi dhe vatër shqiptare ka llampë elektrike. Si më nuk ka drita, më kjo është kulmi. Lampa ka, por nuk ndizen. Ose të paktën thonë që nuk ka rrymë elektrike ose ndërpritet her pasere. Ndërpriten, po ndërpriten se ndërpriten, domethënë me qëllim të mirë, me qëllim fisnike. E di ti pse ndërpriten? E di? Po pse ndërpriten? Ndërpriten se ndoshta ka ngarkesë rrymë elektrike. Jo, në asnjë mënyrë. Ashtu. Ndërpriten që të gëzohet populli. Gëzohet populli kur... Shiko, ti për shembull, gëzohesh domethënë kur vin dritat? Gëzohem, po natyrisht gëzohem, se nuk gëzohem. Po mirë, po, si mund të vinë dritat nëse nuk i ndërpret përpara? A kupton? Ja, këtu është e gjithë se qeverit, kushdo që kanë qenë dhe ato që kanë qenë përpara dhe këto që vinë mbrapa edhe ato që do vinë akoma më mbrapa, do ja lënë stafet njëra tjetrës. Çdo gjë mund mos i zgjidhin këta. Ama gëzimin popullor e kanë zgjidhur përfundimisht. Ndërpriti dritat, ndërpriti ujin që të gëzohet populli. Sikur bukur e thash, nuk e thash. Po unë po dëgjoj me shumë vëmendje se the shumë ëmbël dele, më shumë se ç'duhet. Më ëmbël edhe më me dashuri, edhe më me fjalë të mira se sa kaq nuk ka amerikan që t'i thotë. Tani vërë një kaset aty se e shoh që nuk të pëlqeu. Po është një material që kam zgjedhur unë kësaj radhe materialin. E ke zgjedhur ti materialin? E kam zgjedhur unë. Ja, shikoj se çfarë është. Po dali, more djali, po na shtype, po dhe në trotuar nuk të... Isha pësur shke djallit. Ku i ke sytë, ma? Po në balë, more djali, ku i kam pasur gjithmonë? Po të bje njerë këshu edhe të bëj marmalatë të bëj. Po dali, more djali, po qbera që po makrohesh kështu? Qbera, qke që me e në trotuar ti? Po trotuari pra të punë është? Gjene time. Unë ba mene. Si urdronë? Mos s'do që të shpjeqa si vjetë në shëntriadë? Këtë kesh astisur. Këtë kesh astisur? Të pëlqevi, e? Jo, më pëlqevi shumë, po shpreje të tjera të tila ke, more djali? E kam, ja këte. Bjerjere? Një rashë. E qërë bje? Po si erë bërzollë bje? Era arkivon. Mos lëvis.
Profesore matematikës. Unë jam, more djallë, unë jam. Po, s'më mend mua ti? S'më kujtosh. Po, më ke pasur në nxanës moj, tu mbyll të mendjes. Po mundet. Jo mundet, po më ke pasur moj. Hajde, profesore, hajde, po për pak desh të shava, më. Po s'është gjë e shara, more djallë. Ti për pak jam mbyllë e derën tim shoqi. Ç'është ajo fjalë, profesore? Ndizaj, më falni, ndizaj një kopër të qetësohesh. Faleminderit, cigaret me filtr unë nuk I pi se mi japin alergji. Unë preferoj shumë drinot. Ka është? Po blini kopër, profesore. Po snaroj në shqirka. Po pse keni filluar të merreni me blektorik shumë? Jo, nuk na dele sapi. S'na dele sapi. Vetëm jo intelektualve si u dele sapi. Pse? Sa e keni pensionin, profesor? Pensionin? Pensionin? Pensionin. Po e kam 1700 lek me gjithë kompensim. 1700? Me gjithë Profesore, po unë ka qenë bakshish kamarierit, moj. Po, kur unë danë këto në ranë, më redjallë. Profesore, më falni, po, ndonjë makinë keni blerë? Në shtëpi, po si, kemi 2 makina. Një makinë që ruhet im shoq, edhe një që grimë në mishin. Nuk e që kuptua, po, nga ato me rota, desha të dhe? Po si, kemi një mifa me 2 rota. Bicikletën? Ata që në kona ati, në lapartin mal me komisarë. Hajde, profesore, hajde se për pak gdesh më ndote rotën moj të mbyll të e Po së të bësh, lajthitim edhe në ndonjërë, se shiko, djallë, në kohën tonë, trotuari ishte për kalimtarët. Si duket tash do jetë ndruar trafiku. Se ke lënë shakanë, profesor. Jo, makina e kujtë është shdonja me të ati? Si shdonja? Pa është e imja, personalja. Po që kur këshu? Po si, që kur kemi një 6 muaj, profesore, merimi me afarizm, tani jemi berë bosë. Bosë qofsh? Bosë, profesore, bosë. Mba në profesore, më ke ngellur 2 vjetë në një klasë. Po të shi... Jo, mos e ullë kokën, ngrije kokën, profesore, më ke bërë nderë, Këtë drejtë, ndryshe do ishe bërë inxhinier ose profesor? Edhe do kishim mbetur... Profesore, jaj mua që kungull më ngrinje, po kungull më përcisje. Po rrit kungull mori gardet. Profesore, ti lejmë shakatë, nderin që më ke berë, duhet të tash probleme nderë. Mos më ndiq me në trotuar me makinja, këtë nderë të më besh. Unë duhet t'ju punësoj, t'ju bëj me para. Të më punësosh? Po mirë, qëfar punë mund të bëj unë? Si qëfar punë? Po ja, të meresh me kambizëm, të shkëmbesh drami, marka, dollar, dinar maqedonar. Jo, more djallë, po nuk e bëj do të kambizmin. Pse se plani, profesor? Po nuk kam moshë, more djallë. Po do t'jeni vetë me afembër, do keni sukses. Shumë falemderit, po nuk e bëj do, nuk e bëj. Po sikur ta shini... Pasaporta, viza falso, ka goxha? Jo, viza falso, pasaporta nuk I bëj dot, po s'janë për mua, more djallë. Se, profesore, ju këtë s'na e bëni, atë tjetër s'na e bëni. Po qa, zvini të më lani makinën, profesore? Po, të mund të bëj. Me zi që ka një mundësi t'ju ndihmoj. Miru pafshim, Faleminderit. Në emisionin e sotëm kemi të ftuar edhe ballistët e qytetit të Fierit. Të lumtë. Përnder kam shumë respekt për ballistët e qytetit Fierit, sepse ata, në bashkëpunim me partizanët e Tiranës dhe me gjermanët e Gjermanisë, çliruan vendin nga okupatori. Shumë mirë ke bërë. Më fal, po, me sa dim ne dhe me çfarë është thënë, ballistët kanë bashkëpunuar me gjermanët kundër partizanëve. Ke gabim? Ja më ku e ke këtu të shkruar, ju më e ke të shkruar këtu në gazetë. Partizan, ballistë e gjerman përkujtojnë çlirimin e Adheut. Ja, u festua me madhështi në Tiranë 56 vjetori çlirimit të Adheut. Në ceremoninë festive morën pjesë dhe folën përfaqësues gjerman të MA5 në Shqipëri dhe një kolonel italian që ndihmon ushtrinë shqiptare. Darkën me këtë rast e shtroi balli kombëtar ku u tha qartë se Shqipërinë e çliruan partizanët në bashkëpunim me ballistët italianët dhe gjermanët kundër okupatorit. Më fal, po, kush është okupatori? Okupatori? Kush është? Po populli, ai mbetet. Shokët e spitalit janë njoftuar. Në mos sot nesër vini I marrin. Mos u bëj hiç merak ti. Dhe bejo. Dëgjoj se këto janë ilaçi me rëndësi. Edhe nga këto varet jeta dhe shëndeti partizan. Ore, po të jetë nevoja, do ta mbroj dhe me gjakun tim. Po shmeto do flepo. Hajde. Hajde shtëpi brenda. Hajde më bir, hajde. Hajde ti vjen këtu.
Vaj zoti shpis! Po ti pse nuk e aportën? Apo të kyzën gjumin? Gjetërën. Po dale... Byllë gojnë. është i pasjerë, është zoti ballist. Pse nuk thete që është i pasjerë? Po ti s'pyet e fare, rëmbeve kusinë në këlltok. Shikon, njeri fukaraja mu një shkreti. Këtu do vendoset komandanti. Do flerë ca ditë. Po dale të merrem i vesh një. Mirë mërë ti, zoti ballist, po tani fshati ka shtëpi më të kamura, më të mira. Po pse u plasët e kuni ju gjatë? Ato i zunë Gjermanët. Këtu është mezi, edhe mezi është me i mbrojtur. Komandant Remoqori njështë. Gjerman, ka sa të duash. Hajnë, s'fajnë. Për i ka të shpinë. Je po, ku ma njështë gëzuar? Hajde gëzuar qosh. Të paqaj më paq. Hajde me nërë. Ora ki, moj tjeska zani, ma do shpirti, ma do gjani, ma kërkon, me zem ma i hoshi, me përprat, qoshe ma qoshe. Oj, të kete nga zhuarë. E qëtëm në një domi gjara ki komandant. Mirë. Alo, në merë që padon se këtë gjënë i matan. Komandant, në gjithë të shpirë. Aferim të qoftë, aferim. Që që vërteta zoti më gjërrem, unë s'para ham ishte pullës. Ore, nuk ka. E po nashine do të hamë se në fundit edhe namina ka dalër dhe. Ora ki, moj shkumbi, valo moj na ke daleti, na lullaja na këzat, pije moj gano ka bedani. Dë gjë këtu. Të kam thënë. Këte qeni këtu, më shduk. Po qeni në mbron shtëpinë, ore zoti ballist. Kemi Gjermanët. Me nda mirë, sonde, që do ajë komandari? Nuk kam asgjë unë për komandarin. Ju thash që në fillim të kishit gjetur në shtëpi të kamur në fshat. Ju zgjodhët mesin e fshatit. Mezi po si mezi, ja hani mesin tani. Unë them meze, këmë më thot mezi. Meze. Ora 3 me fletë, po e diti se mezi është më mirë se mezja. Se mezja vërtet të mbush barkun, po mezi të mbron kokën. Isuf, dashi është gati. Dëgjoj kush, në rast se hoteli i tham do tëra. Ne do marrëm punë sonte. Ju prisni pa merak. Miru pjekshim. Mirasi. Hajde, lakë, e zevzek. Këto gjera gjeta unë për komandanti. Si urdhërono qilari komandarit. Hajde levis, se në të ardhur e si për komandanti. Si urdhërono nevojtore komandarit. Si nevojtore? Është do me thënë nevojtore? Do me thënë çdo nevojë që ka komandari yt, ti ja plotson tak fap. Dhe thash, plak më tuf. Hyt hajvan. Mos me the gjë, hajvan? Jo, more zoti ballist, thash duhet shtruar sofra pa derman. Hajde, pregatitu, unë po dal. Qafën thefsh. Miru kthefsh tasho, miru kthefsh.
Do s'ka plas kënga këti. Dal! Në që gojë do të bjerë këtë dashmë, ore djema. Në gojën e komandant Remo Qorrit. Po ka mish këtu për Remon e për tëra ta që rrinë nga pas. Kusha, dërgon. Një mik i Remos. Mos ja thoni emrin. Do ta kuptoj vetë, tha dhe do të pi për shëndetin tim. E dini shpinë? Te Xhabekjoja. Kaloni. Pa pristi? Luftësht, si dijet. Ju vjen keq si këtu ndrolloj një qik? Jo. Azje. Dijet ajo që dojë një miq, dash për kokën e dashit qenga. Kaloni, shpjelini, brenda. Hajde ne vini këtu. Po të në ty. I kom jeni i rëmë të duar për rëpate një majhë. Po e ne kemë për më hopër tjetë. Dohet e një këtë O po që vërishni me një kotë. A i në e ka dërguar nuk ripa në e thënë, jo. Sytë ki beu. Unë që po em në hunë, pas e pa dërguar sytë ki beu. Sytë ki beu. Gjallo. Përdo, komandant. Tu rrete për qarkë shtëpis, forcoj rojet. Peqe, komandant. Edhe mos na bezvis njëri më. Halo, sytë 4, halo, hajtë keqen. Jo ne? Hajde, Veno, hajde. Pshë shpejt. Hajde, urdhoni. Në thanë për një dash. Sa mirë është kur mendohet e për kumandanti. A shkollësun në qoftë, a shkollësun. Uec, dashje! Kam poshtë të hare për mbremë më zoti më kërem. Ja ta shojmë njerë, si na e kanë pjekur. Ta më qikna këto të përbrësme këto. Na mere këtu, mere. Mere. Po, gëzuar o kumandant. Hajde gëzuar. Që pa që. Hajde gëzuar. Dani, duhet bëjmë halë për në shishe tjetër, se po në mboron kjo, shto pime, ha? Do të pini nga një plumë në balë, po të bëni se. Duar dartë. Jo, dur për pjetë. Po kjo më qësh kjo? Pu, më në rofsha. Po këtë du më pagurin shtrin. Xhabekjo, urdhro, meru armët. Po si? Mere. I kjo dorë në goj valdishtës, se këta ta mani dhe pasit shtrim për tokë. Je po më qërëm, je po. Ju, zotërinj balist, për herë nuk ju kërcënon asë një rrezik. Po të mos doni vetë. Ne jemi një skuadër partizane që... Skuadër? Po që thej, zotë rote, jemi dërguar me një mision këtu. Xhabekjo, urdhro, dile bëj gati arkat. I bën Xhabekjo. Ju të fshehurit, as një në vizje. Nuk duam gjak derdhi këtu. Jashtë ka ballistë të tjerë. Të mos shtirë as një, për ndryshe përgjigje në kokë, qartë? Ne të dalë njëri nga ju të më ndihmoj. Rashid, vështron dritare. Po si kur të duktojnë të tjerët, Nuk do të na diktojnë, do të na ndihmoni ju. Për ndryshe pisë kemi edhe ju, edhe ne. Ju fluturoni me të parën, ndërsa ne 7 vetë zorë të çajmë rrethimin. Po, më mirë të mos na ndodh kjo, si thoni? Më mirë. Hajde, sa vetë ka qëta juaj? Ku di unë e qysh kumandanti? 151. Janë edhe Gjermanë, zoti Remo. E dim, sa bëjnë ata? Numrin? Po që e di e qysh kumandanti? 100. Janë edhe Gjermanë, zoti Remo. E tham njëra, helaq. Pa Rashid, duket gjë? Sa vënua dhe këtë Xhabekjoja? Të dërgojmë një nga shokët e tharasin. Jo, s'ka nevoj.
Ç'është ky Ahel? Janë ballistët tanë, në tërkonaqe pijet e këndohet. Pse pinë e këndojnë apo për shpit që kanë ndjekur? O zoti partizan, po e kitja nuk vjen nga vera, Mario. Vjen nga ata teteskët. Se s'pas ka një fest sot ata. Hitleri tyre ka ardhur fuqie. Po ha zoti më qërë folë dhe ti një fjallë që të tyve nga ka duke që kretë. Mos paqim kokën, mos paqim. Është dhe nur do të festohet këtë këngë valle. A jeng. Gjermanët. Po, patrulle. Mund të vinë këtu? Jo. Keni punë me ta? Jo, po mund të kemi ata me ne. Shok të skuadrës gati për zjarë. Mos të vish ti mrapaterës. Po luaj tjera, marë. Gjermani, po këta shduam të. Buqe po vinë. Ulini duart. Ulini duart edhe pini. Si? Pini edhe merreni këngës. Ne jemi ata që ju shërbejmë. Po pse hahet me kobure në kokë? Po i hahet atë. Ha, sa të ngopesh aty. O zoti partizan, ka mundësi. Be. Gani, meja di se ta mbaj unë. Ku ka fuqi unë e më që zari fare? Po thuaj një dy lafe. Këndoni e pisa. U bën 6. Si shduket këtu dy shokan për diçka. Merreni këngës ju. Të bëjmë të hapi sytesjese. Ata edhe me qef, bile. Hajtë. Hapi sytesjese, Mu hapi sytesjese. Habi, moj habi, oh mjeri unë. Sa të desha ty në më. Të desha, moj, të desha. Asilana. Oh, jemla, moj, jemla. Buqe kujdes po vinë. Gjermani. Do s'ka përveshur më. Pa përveshur, moj, përveshur. Më mlidhja ma i ma. Shaqe, moj, shaqe. Të kam për të ngrënë më. Për të ngrënë, moj, për të ngrënë. Me kushe. Me vaqe, moj, me vaqe. Më vjen tu të fteja më vjen tu qaj halë. Bëje po ta mbajt jore, që ta hash në balë. Mosore, mosojoj. Arkat gati? Mirë. Tani ti aga efendi që deshe të dridhja vithet në sytë të Gjermanëve, do të japësh urdhër ballistëve të tu që gjabekën, të shokun tim me gjithë ark, ti përcjellën jashtë fshatit. Shurë, mos e mundos zatote, mos e mundos. Unë ju më qërre, muj. Jana, komandant. Gjallo. Urdo. Kemi një dy arka ne që do t'i kalosh pa ta fshatit. Por amat mos e shohin Gjermanët. Mos t'i shohin Gjermanët. Hapsyt halo mos t'i shohin Gjermanët. Zgjidh një dy trima nga ata tanti, meri këto dy arka ata të plakun dhe të djani dhe kalojmë ata fshatit. Peqe, komandant. Edhe djo. Urdo, komandant. Hajde raportoj pastaj ti, ha? Si urdo. Hajde. I përqellalu. Mirë. Buqe. Shkoni Roqit, shkoni. Ne do tjerë do të vime pas, një nga një. Miru pjekshim. Një dorën. O zoti partizan, për cilë dhe atë që është prapaderëse se nuk po e duro kam dote. Hajde, u kaloj unë. Komandant, a do kalojmë këta dy shokët me dy arkat. Hajde.
Flaman, gjeni. O zoti partizan, atë të bëj një pyetje. Jo për gjë tjetër, po më mbeti merak. Qa kishte atje në ato arkate? Po tyre, Gani Lapa, ajo të mundon që kishte atje në ato arka, ata e muar dhe ti pyet. Po shtë duhet ju tërpa? Jo, kot e kot, për merak e për merak. Mbyllë në kojnë për merak. Libra, komunikata. Po mbyllë, libra komunikata. Jo butatime, ue. Ushqimja, të vesh të mbazura, ilaqa. Mbyllë, dërti, ilaqa të. Kare njeri të veri kokën torbë për ingrusht ilaqa, ku vedesh ndoshe mire? Jo, se me ule, po. E po mbyllë se kjo s'do as mënda s'kaljem. Qa të ke qene, për qene? Po di gjë unë i shuadje. Ju nuk e gjeni dot. Ne për të ngrënë nuk vojmë, se po të vonim, nuk ju sillim juve këtu mish të pjekur. Për hilaqa s'kemi nevojë se jemi shëndosh si molla. Për ato arka ja vlen të rrezikoshim. Ato ishin të mbushura plot për plot Me qa? me flori. Narti. Zuzar, u hëmë kësha gurmazin. Po si Milan të futen këtu brenda qënë. Po qësh nuk e gjithë të mnerë që rofshim që të dy, inshallah. Kemi të njerë që flamë me Florinje dhe nuk ke pa fare. Po s'ke nga fatë për ne, zoti për gjithem jo. Se kush po vjen, mire hengës. Abi su të gjeshë më! Mjau se shtaluaj. Ore, halo. Tani thua e ti halos tënë të më përcjell dhe mua. Si mos planit qok, komandën e Mercelimi. Të mos duket as njerë nga ju se mos na treme në këta halot këtu. Kaluan, komandant. Kaluan, e? Dyre na doli patrulla Gjermani, e dyre ja drodhëm. Nuk pa nxë. Po arkate. Me gjithë arkat, se për pak arrova. Sa të randa ishin, komandant. Bravo, Alo, bravo. Për këtë punë do t'ju shpërblet mirë unë ju. Po t'jo, Alo, përcile pak dhe këtë djalin ti. Po që ata të parat, e? Dhe hajde prapë raporto pasaj djallë. Si urdhon, komandant. Hajde. Të përcjell Alo. Po që dashi mua në fillim u duke mire, po tani, po më dhe nga barku. Thash, unë më gjërem, thash. Kush t'jep dasht mire, ue. O, po bale mua, po më dhe nga barku. Edhe ti, o zoti partizan, të dalën qikun, o zoti partizan. O zoti partizan, o zoti partizan. Selime i quajnë më gjërem. O zoti Selim, të dalën qikun se ashtu është puna. O zoti Selim. Qarë? Nej, Pascal Hedr! Alo! Hajns. Kanon! More komar! Jo me komar, i ku vetë kam. More mi mirë të gjithë komarët këtu, po të them të pses. Komandant, komar të fshatit? Jo, Mario, komarët e mirë dhe shok të tu. Po ti, more, parku rriqur. Nuk pritet i po varda drejtën sorta, ju qohet një shqit me kjera.
Vlezër dhe motra, dajlar dhe xhaxhallar, kunetër dhe baxhanak. Të nderuar familjarë në përgjithësi. Partia e Bashkimit që bën fuqin ka deklaruar dhe deklaron vazhdimisht se është trashëgimtare e denjë e traditave më të mira të popullit shqiptar në shekuj. Ore di bjem shkurt muhabetit. E merrni vesh ju që partia jon mund të realizojë ëndrrën shekullore të popullit shqiptar për të pirë një pikë ujë? Ore doni ujë apo nuk doni xhanëm? Ore ne thoni shkurt. Doni të rroni të lumtur e të gëzuar. Në qoftë se doni, bujrën votoni. Në qoftë se nuk doni, na thoni, mos na torturoni. Ju lutem shumë. Janë krijuar për ju që mendojnë natë e ditë luftojnë, mendojnë rinë pa gjumë 58 parti. Po pse kështu more elektorati dashur? Pse kështu more elektorat trimi pamposhtur dhe punëtor? Pse më nesh problemi kështu? Na sfilitët, na lodhët, na torturuat, more. Mos more se na torturuat, na lodhët. Të nderuar zonja dhe zotrinj, shqetësimi kryesor i partisë tonë është se ne nuk po gjejmë ende elektoratin tonë. Nuk po gjejmë ende elektoratin që na takon. Dhe pikërisht për këtë gjë, ne bijem viktime elektoratëve të tjera që janë shitur në partitë si motra. Neve nuk na vjen keq që ushtrua dhunë mi një kryetar partie. Sinqerisht nëse na vjen keq, për ideal të partisë nëse na vjen keq. Ne na vjen keq që elektorati këput frutat dhe perimet të papjekura mirë. Ishin të forta, gur fare ishin. Po pse more qera ta elektorat? Pse more qera ta elektorat, më more elektorat trim dhe i pamposhtur i këput frutat dhe perimet të papjekura mirë? Edhe ja këput kryetarit të partisë. Po ç'të mirë ka kryetari dhe partia kur ti frutin e djersës tënde e këput të papjekur? Partia dhe kryetari për atë frutin tënd mendon, more, që të piqet sa më mirë, që ta hash ti e jo ta ha unë. Zonja dhe zotrinj, këtu më duket se nuk është punë zarzavatesh. Çështja është më e thellë. Tek unë më duket se po nxjerrin inatin e dy kryetarëve të partive kryesore si motra. Po s'ka gjë. Duron partia jonë. Duron partia jonë. Qëlloni ne me buk, ju me domate. Zonja dhe zotrinj të nderuar që jeni në këtë konferencë shtypi. Do qëlloni ju, në qoftë se unë nuk do t'isha kryetar i PBBF-s, por të isha kryetari i PD-s, i PS-s, apo i PSD-s, apo i partive të tjera si motra, do qëllonit me mua juve. Zoti kryetar, nuk i dija, jeni në dieni, por me sa kam dëgjuar në një televizion privat, është marrë për këmbë dinjiteti juaj dhe personaliteti juaj. Cili është ky që drejton emisionin? Nuk jam e sigurt, më duket se ai humoristi, Koço Devole. A e njihni ju atë? E njoh surradin, e njoh, kam kaq vjet që e njoh. E di mbie shumë në qafaj mua. Ashtu. Alo? Alo? Zoti Devole? Karafil Lëngu ju flet, kryetari i Partisë Bashkimit që bën fuqin, PBBF. Urdhëroni zoti KLI PBBF-s. Dëgjoj këtu ti shakaxhi. Mos e kruaj shumë me partinë tonë, se të bëjmë gjëmën e të bëjmë. More vesh, mora thuaj, mos luaj me zjarin, mos merr në përkëmbë dinjitetin dhe personalitetin e partisë tonë, se për kokën e atij nipit japonez që kam në Tokyo, që nuk e ndroj me 102 milion japonezët që morën pjesë në zgjedhje, unë të bëj gjëmën. Të pjell belaja me mua të pjell. Dakor, zoti Lëngu, do ta kemi parasysh. Po, na falni tani se jemi në studio. Mirupafshim. Çfarë studio, mëre, studio, më tregon studion një. Neve na gjetë të tallesh ti? Të bësh ato shakat e tua pa kripë? Pak partika? Ë? Pse nuk e kruan me ato partitë e mëdha ti? Jo, kruaj me ato. Kruaj me ta kruajnë kokën me letës merile, ta bëjnë na ta bëjnë. Zoti Lëngu, më fal që u ndryp, po ju më duket se jeni fare mirë njëri tjetër. Madje më duket sikur të ngjanin shumë, gati si vëllezër. Po kjo gjë na ka marrë në qafë me zonjush, kjo që më ngjaj me surratin e atij dhe sa herë që dalin në popull të gjithë qeshin, thotë ja doli Koço Devole, thon. Gabim zoti Lëngu, gabim, po. Ne shqiptarët të gjithë vëllezër jemi. E kemi thënë historikisht këtë. Jemi apo s'jemi vëllezër?
Po ja fati e solli që ju të bëheni drejtuesi një partie, ndërsa unë drejtuesi një emisioni të thjeshtë humoristik. Në qoftë se ju kërkoni që të bëheni i njohur dhe partia juaj, hajde bujrëm, urdhroni këtu në televizion. Ne ju mirëpresim. Një drejtues që drejton një parti nuk e ka fare të vështirë që të drejtoj dhe një emision humoristik. Dëgjoj. Partia joni jo 1, e 2 e 3, po me qindra e me mira emisione mund të bëj. Po jo nga ato që bëni juve me humor lëqe, karagjoz lëqe. Partia jonë është serioze dhe mund të bëj vetëm emisione serioze, qartë? Në qoftë se doni, vi unë në studio dhe drejtoj atë program. Që nga ky moment jeni i mirëpritur zoti Lëngu në studio numër 1 të televizionit. Mbasi do të ishte edhe kënaqësi edhe për mua të drejtoja një emision me një kryetar partie, do të ishte diçka e bukur e veçantë. Faleminderit zënjosh. Atëre lajmëroni atje te porta që po vjen kryetari i PBBF-s. Faleminderit dhe mirupafshim. Po, përnder. Më duket se erdhi ky Karafili. Ika unë pritë. Koqa, po ku po shkon? Ika mirupafshim. Mëse erdhët? Urdhoni, ulluni. Karafil Lëngu, kryetar... I partisë së bashkimit që bën fuqin. Sakt, je lumt. Më falni po, kë devolja ku iku kë? Iku, nuk e di. Shumë mirë bërgji iku, shumë mirë ka bërgji ka ikur, e ka kuptuar vetë. Dijoni, do më thënë, kjo është studio e televizionit shqiptar. Shumë bukur, jashtë zakonisht bukur. Këtu mund të bëjmë pa frikë në një mbledhje direkte partije që na shohë gjithë elektorati ju një breth në përbot. Shumë bukur. Ha, ç'kemi? Ç'do të na bëni? Jo, më falë që na bëni ju zoti Karafil. Edhe neve, po. Partia jonë, edhe unë mund të bëjmë thagmën, po ju ç'kërkoni nga ne. Gati jemi. Po mirë, ne duam diçka humoristike, diçka të këndshme, çlodhse, diçka nga jeta juaj ose nga jeta e partisë suaj. Domethënë diçka që na bëj për të qeshur. Dëgjoni këtu vajzë, nuk është koha për të qeshur dhe për të hapur dhëmbët, është koha për të bënë ulurimën, për të shkullur flokët. Megjithatë, ky popull nga sikleti dhe mund të qeshi, po i ka ngrirë buzëqeshja në buzë i ka ngrirë. Dhe neve na bie detyrë si parti, edhe juve si televizion në bashkëpunim me njëri tjetrin, ti koordinojmë në mënyrë që të arrijmë ta çkrim buzëqeshjen e elektoratit që i ka ngrirë në buzë. Jemi shumë dakord në fakt, zoti kryetar, por le ta nisim nga partia juaj. Po. Ju çfarë mund të na thoni për të shkrirë buzëqeshjen e elektoratit tuaj? Po, me që karakteri kërkoni këto tregime me karakter filozofik, poetik, politik, me karakter historik? Shlodhës, argëtues. Kështu diçka do me thënë për të qeshur. Po partia jone ka shumë të vështirë, moj zonjush të thot gjëra për të qeshur. Ne jemi parti serioze, ne jemi gatuar nga një brum serioz, kështu kemi qenë gatuar, jemi të gatuar dhe do mbetemi të gatuar brum serioz. Me gjitha të do të mundohemi të tregojmë diçka. Partia jonë e ka tepër të vështirë të thot gjëra argëtuse apo me karakter humoristik. Ju lutem, mund të na lini kohë që të mendohemi? Po, shumë mirë, ndërkohë që partia juaj mendohet, ne mund të ndjekim një material. Ju faleminderit shumë, Deli! Qa kemaj? Qa kemaj? Kanë arrestuar Florën. Qare? Kanë arrestuar Florën, më. Florën? Cilën Florën, më? Florën më shoqen time të ngushtë. Mos, moj. Pse? Si pse, më? Ka qenë një ditë në radhë edhe ka thënë, që janë këto patate që na sjellin? E ka dëgjuar njëri dhe ja ka bërë tjetër. Që tjetërin? E ka pëditur e pra. Budallaqja! Budallaqja? E pse, më? Të vërtetën ka thënë. Unë në bëjzonin! Unë muaj mas bërtit. Po nuk e diti që patatja si e ha, ashtu të hanë. Hanë patatja? Pa patatja është gjellë, patatja është me bukë. Ke qenë ka shpija? Jo, pse? Pa e ke, shoqe Florën ti. E pëse? Si kujto ti, me? Si ke ngell patavull spionin mrapa në tysin? Por që ne, mos më ka thirë njëri. Masë mërzit, se do të vinë dy ftesa. Qëfqa? Moj, po ka rëzik, ka ke mua para përgjimi më shpi. E pra, unë shpine ka mbyll me qekës kë. Po lenë më qelsin. Këto prej qik spion lik, hynë brim qilësit. Shnabonim. Një gjo këto. Qysh ka ky moment? Nuk do të hapim gojen fare.
Sidomos më shtëpi. Si do merri me vesh ne të dy? Me gjithë pjesët e trupit, dur, këmbë, gishta, me çmunin mi. Vetëm gojën nuk do ta fosim për dorim fare. Morë vesh ne. Në rregull? Në rregull. Ecë po na shefaj. Shikuj ç'është. Kush është? Qyqja. Ai aty më? Ai është Seferi më rëshimet ai? Është i met. Thu ti, po ç'thon ata? Ato më se më bërë gjakë në uri. Ecë më shpi. Në gjokë tu, e në shiko tu. Për të tjerët, do bim dakord për ca gjona tjera. Si do merrem me vesh me tjerët, e vërtet? Vene dorën ke faqja. Vene dorën ke faqja. Më ja vura. Dhe më malla, mori thonë. Më balla. Mirë, më balla. Po ty çfarë bën? Mu ka egzami. Ashtu do. Nuk hap gojën, unë më vao tonë. Nuk hap gojën. Hecë shumë shtëpi. Ti fusim i kontroll. Të imët, mos gjen në gjë. Çfarë gjen? Në aparat në gjë. Në rregull. E qeta më duket. Ajo më? Ato e një ilaçet e mia. Të pil. Tu i le ilaçet e ke kom të të vërnisësi. Më bone gjaku në ujë. Oj, njone ime, njone. Qëna gjithi, mos më i flor. Mos më i të thaftë Që do labë. anë për drek neve? Qare? Që do anë për drek? Pse pyet? Frigoriferin plot e kena. Të linë po. Mil po. Sheqer po. Në bëj baklava të hamit kënaqmi. Qa do tire, qa do ti? Baklava. Po si ore, të bëj unë ty baklava që të knaqesh. Mirë, atëherë në bëj pull, po të pjekme. Pull. Qysh pull? Hecë këtu mi pëdhaqë, si kuptone? Ja. Pras. Pras. Una ka ngri. A të bëj një ashtu unë ty? Që është e ore? Pitu. Po bo që dushri, se kam tradit pa hongër. Më ka rriti për hongër. Kujere. S'kemi? Në madha? Pa shkore ishe që fu këtë, pa shkore ishe. Pse? Po ti që kemi? Pa shkone. Pa shkone e ke mjeku. Qa mjek? Dhe që ku kemi mjek. Kemi mjek dhe. Spitalet shkosh, besh. O, bubuja spital. O, mëmë që janë të spitalet tonë, mërë copë. Ditë në mirë. Qoma pa ditë në mirë. Jo, po të qpatën tërë. Shua kanë harë. Një gjë. Do të bim dakord për ta shenja tjera. More vesh e me? Dakord prejem? Po mos foli me goj. Dakord? Tak gishtin. A mirë. O, shenë nërkomtare. Pa, e marrë. More vesh e me? Marrë. Mëri me gishtu me thëmë. A, pa. Pa goj. Trëm. Shpi. Shiko këtu. Nuk do hapim goj. Krevat. Gjumë. Qyqy. Po vim. Po lefin qënt me. Qënt let lefin. Karvani të shkoj për para. Ku pa shkorin? Po të bëj gati krevatin e pra të flim. Po, ke shitan ligjit të shko me një graveni. Po shpërbe një krevatojnë. Unë pëthëm bjerë pishëmët. Ha, nuk vazhdohet me në kaluat jetë me shenja. Nuk o jetë kjo, nuk o jetë kjo. Nuk është jetë kjo që bëjnë bërgjezët. Nuk është jetë kjo që bëjnë bërgjezët, për të dhirë. Na fike, na vune hekra. Se më që thash? Unë shava bërgjezët. Bërgjezët e? E ku gjete bërgjezët ime? Televizorin. Televizore? Po pse në shofim në stacionet e huja? Ne shofim vetëm Tiranën. Më thaftë goja, më thaftë. Ta regullën të shimë tëndë. Do të nëjmë kongë, ti musht me në gjithë lagjes që ne jena komunista. Po, më të shkretën, thaj. Komunista lule, hapi Shqiperia, histori me huqe, e kuqe. Në që e këtë më qef, ha? Qa është me jo që boni? Juhu!
E pas këtë gjithë si Amerikan, hokej, ha? Jo, se në shqiptarë të gjuna e kemi për tesh. Hyp tu, ne shif stamolën të kemi. E si Amerikan. Okej, si Amerikan. Shiko. Presë ke shkuptove, se ne jemi të London, ne? Ne jetojmë të London, nuk jemi si Amerikan, më ne, gojtë, ujku të hedhim, vale. Shna gjeti, ne? Na gjeti e ki? Shna gjeti, thuti. Pseri, edhe ne, thu, e honën për i kokër patatër, Besoj se tani partia juaj e pati kohën e mjaftueshme për të menduar, apo jo zoti Karafil? Nuk është çështje kohe, por vërtet që partia jon e ka tepër të vështirë të thotë gjëra me humor, gjëra jo serioze. Megjithatë, për të mirën e popullit, për të mirën e elektoratit, do të themi diçka. Unë mendoj që t'i lëm edhe pak kohë partisë tonë dhe kryetarit të saj, që të mendoj seriozisht për ta kënaqur elektoratin e saj. Sepse siç e dini, elektorati jonë bret në gjithë botën dhe me rastin e këtij emisioni, inshallah përfitojmë dhe e thithim elektoratin. Nuk e di a jeni dakord apo jo. Ne nuk duam të vëmë as pak në pozitë vështirë. Faleminderit shumë. Tani mundohuni, domethënë kalojeni si kalojeni kësaj radhe dhe në emisionin e tretë më keni gati. Natë e mirë dhe mirupafshim të gjithëve. Atëre ju falenderoj për mikpritjen. Tani mund të largohem? Po, natyrisht. Mirupafshim. Mirupafshim, ishte kënaqësi, zoti Karafil.